Tash u çoj një foto të rrinjë se ka ku shkon. Kryetar i Kosovës. Rekonstruimi i kësaj rrugë përfshin rreth 1 kilometër gjatësi ose më saktësisht 1020 metra dhe gjerësi 5 metra dhe mbi 500 metra shtek përkombësor, që kjo do të thotë për më shumë siguri për nxënësit, për fëmijët, për prindërit dhe për çdo qytetar që shfrytëzon këtë rrugë çdo ditë. Mirë, po këtë rrugë nuk është bërë vetëm asfaltimi, paraprakisht është bërë edhe infrastruktura e plot nën-toksore, pra është bërë realizimi i kanalizimit atmosferik dhe fekal. Kostoja e këtij projekti ka vlerën afërsisht 10 milion denar, që do me thonë një investim serios për përmirësimin e jetës së qytetarëve tonë. Ky projekt është fituar nga thirrja e dytë e qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të financimit nga Kredia Hungareze. Është kënaqësi sot të jem në komunën e Haraçinës, ta filloj javën duke promovuar sukses, duke promovuar atë që premtuam gjatë zgjedhjeve dhe menjëherë pas po e nisim vitin me rezultate konkreta. Sot jemi në rrugën konkretisht 14. Është një projekt që është mbështetur nga Ministria e Transportit, Qeveria e Maqedonisë së Veriut, për, siç përmendi edhe kryetari, 1 kilometër rrugë me gjerësi prej 5 metra me vlerë prej 10 milion denar. Fatmirësisht nuk është projekti vetëm, kjo është vetëm një prej projekteve që kemi si Ministri për komunën e Haraçinës, gjithsejt janë 6 projekte me vlerë prej 54 milion denar. Kjo është vetëm fillimi nga qeverisja jonë që po bëjmë për decentralizim dhe për fuqizim të komunave, dhe besoj që bashkarisht me koordinim të mirë dhe bashkëpunim do të bëjmë të mirën për qytetarët e këtij vendi.